O Zoti im, na pasuro prej dhuratës së dhuruesve me dhuratën tënde dhe me ndihmën tënde na ndihmo nga egërsia e ndaluesve. Derisa të mos kemi dëshirë për asnjë njeri nga dhënia jote dhe me mirësinë tënde të mos egërsohemi me asnjë njeri. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij. Gjithashtu edhe për ne, mos na shtrëngo, prishi kurthet për ne dhe mos bëj kurthe kundër nesh. Na oriento ti që të mos orientohemi nga dikush tjetër. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na ruaj me veten tënde, na udhëzo në rrugën e drejtë për tek ti, mos na largo prej teje. Me të vërtet, ai që ruhet ka shpëtuar, ai që udhëzohet di edhe ai që ti e ke afruar pranë vetes, ka futur në dorë pasuritë shumta. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na ndihmo në kufit e të papriturave të kohës, nga sheri kurtheve të shejtanit dhe nga hidhtësia e